Gjibrili alayhi salatu wasalam e pyet Allahun dhul Gjelal, thot ja Rabbi, kam qef me pa me dit cilën njerin si përfaqe tokës të dën mas shumëti. A ka në njerin këtë kohë që njerëzit po jetojnë, që dikon prej tyne e ke dallu, e ke vequ, ti o Allah shumë e dën atë njeri që ty të adhuron. Thot Allahu dhul Gjelal Gjibrilit, tash do të vjen një njeri afer ati lumit, duke kalu atë lum në atë uren që është për mbi lum, qatë njeri unë e kum përzgjedh, qatë njeri që është evlia i Zotit dhul Gjelal, prej evlijave të Allahu Gjeleshanuhu. Shkon Gjibrili alayhi salatu wasalam te i njëjti lum, e njëjta urë që Allahu dhul Gjelal i kishte tregu, po pret me arni njeri me kalu rrugën, me ditë kon Allahu dhul Gjelal e ka përzgjedh, kon pedon Zoti dhul Gjelal, çfarë sifate, çfarë tipare, çfarë njeriu është kjo që Zoti ka dallu për krejt krijesa në tokë që kanë jetu. Dhe shef një njeri të shtym në mosh, një njeri i cili lëvizte me shkopin e tij, një njeri i cili kishte marrë disa prej drujve me ba ushqimin në shpinë e tij, i kishte qitë përmi shpinë e tij, përmi krahët e tij. Dhe po vjen një djalë i ri me një atë të madh, me një kali shumë të shpejtë, dhe po e sulmon këtë njeriu disa herë me shkop këtë plakun, përmi urë të kalu. Gjibrili alayhis salam duke veshgu situatën, çka po ndodh që Allahu dhul Gjelal këtë njeri e kishte dallu. Tash po vjen një djalë i ri, po e sulmon këtë njeriu, këtë plakun. Dhe mas një kohë po afrohet Gjibrili alayhis salam, po i thot, o ti njeri, çka ishte kjo që ndodhi? Thot, vallahi, ai është më i fortë se unë, ka fuqi më të madhe se unë, është djalë i ri, plus ishte hip përmi atin e tij, sulmoj, po unë kam Allahun dhul Gjelal që ti do të drejtona, kërkuj tjetër. Po i thot Gjibrili, e kush je ti? Thot, jem një njeri i thjesht. Thot, a mos je ti Khidri, që ka qenë me Musa alayhis salam, ai njeriu shumë i dashur te Zoti, njeriu shumë i mëshëm. Po i thot ky njeriu, e kush tjetër përpos ti e Gjibrili, edhe unë jem këtu, s'ka tjetër. Nëse jem Khidri, jem unë. Ky ka qenë një krijesë Allahu dhul Gjelal, një njeri, një evlija i Allahu Gjeleshanu që Zoti ka dashur. Plus Musa alayhis salam shumë e ka këshillu, edhe e ka mësu. Kur Musa alayhis salam ka thënë nuk ka në njeri më të dishëm se unë në tokë, ka dalë Khidri që ky njeriu i madh, edhe ka mësu dhe Musa alayhis salam. Njerëzit të cilët janë me Allahun dhul Gjelal, Zoti i dallon. Disa shenja në fytyrën e tij ia dërgon, disa punë të mira Allahu dhul Gjelal ia vlerëson, e ata më praktikojnë në dunja që te Zoti dhul Gjelal mua afro më shumë. Ka qenë Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu duke nejt me pejgamberin alayhis salam. Ka një njeri po e fyn. Po e fyn, shan. Nuk po lën asnjë fjalë të keqe në rruzën tokësor që Abu Bakr s'pia gjun fytyrë. Edhe pejgamberi alayhis salam po qesh, po buzqesh. Një herë po habitet, pastaj po buzqesh. Edhe po ngritet Abu Bakrin kam dhe po don mja kthy edhe Abu Bakri këtij fjalë. Edhe ka lëviz pejgamberi prej atij vendit. Kur ka lëviz pejgamberi, Abu Bakri po shkon mbrapa atij. Pi thot ja Rasulullah, sa më shajke mu kë, edhe në fyke, nuk ka lanë asë një shpifje pa ma ba, ti busqeshe me ta. Kur unë e fillova më mbrojt, e disa sene mi a thanë, ti fillova me u largu. Thot o Abu Bakr, thot vallahi sa ishte ky njeri të të fsha e të të fy, me laqet e shinar me të mbrojt ty. Edhe u lutë shumë për ty. Kur fillova edhe ti mi a kthy, pastaj filloi iblisi ato me prezentu, e ku është shejtani, nuk ka Rasulullahi. E unë u largova prej atoj, o Abu Bakr as-Siddiku. Se njerëz të mëdhaj, janë para Allahut dhul Gjelal të mëdhaj. Ta kanë qenë burrat mëdhaj. Ka qenë një gru, e cila asnjë punë jetën e tij, në jetën e saj, nuk ishte bë pa bë bismillah, në kohrat e hershme, shumë të hershme. Kur e bënte bukën Bismillahirrahmanirrahim, kur i jep ke ujë dikuj Bismillahirrahmanirrahim, kur e qyr ke vladin e vet Bismillahirrahmanirrahim, kur heqen shpe Bismillahirrahmanirrahim, po burri i saj nuk ishte në rrugën e drejtë. Burri i saj nuk ishte në rrugën e Allahut dhul Gjelal, dhe shumë kjo fjalë dëmtonte. Sepse në historinë që Allahu dhul Gjelal neve ne ka mësuar, edhe Kurani ka zbritë dhe Resulullah ne ka spjegu, kemi pa shumë kundërshtime në familje njëri prej tjetrit. E kemi Nuhin alayhis salam, njëri mirë, ai cili Allahu dhul Gjelal e ka dallu pe pejgamberëve tjerë, djali i tij ka dalë kundërshtim me ta. Ibrahimi alayhis salam, pejgamber i madh, baba i tij kundërshtim me ta. Luti alayhis salam, shumë burr i mirë, vajzat e tij në rrugën e Lutit, gruaja e tij se ka besu. Dhe pejgamberi on Rasulullah alayhis salam, pejgamberi i fundit, vula gjithë pejgamberëve, familjarët e tij u largu.
Dhe këtë kundërshtim, këtë koincidencë e gjajna në për familje dhe sot, dikush në xhami, dikush në rakit, dikush në rrugë, dikush e gjajme dhe sot. Dhe ky burrë ishte një njeri që shumë i shkonte për nerva të thonë Bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Një ditë po i thot oj gru, që ta dukat që po ta dha me majt me mshef dikun, kur të më duhet ta kërkoj. Dhe e merr kjo gruaja e lën diku me një dollap. Shkon ky burrë e merr edhe e gjur me një pus, bunar. Mas një kohë pi thot, a ka mundësi me ma dhanë qata dukat që unë e ty ta kumë dhuru, se tash po më vynë diçka me pagu? Po thot, Bismillahirrahmanirrahim, po shkoj po e marë, ku e kumë shef. Thot, Bismillahirrahmanirrahim, tu e hap dollapin, kur e shef atë dukatin, pja jetë. Thot, vallahi ta kumë gjunë bunar, ta kumë gjunë pus. Veç kumë dash me ta largu që të fjallë mus me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Po që kjo fjallë ne i ka këthy pra në venin ku e ka marë, që Zoti Dhul Gjelal nuk kalan që ty ftyre me ta marë. Se vallahi prej sotit edhe në rrugë Zotit ku me shku. Prej sotit edhe në Bismillahirrahmanirrahim ku me përmen. Dhe ne jemi të obliguar si njerëz çdo punë që e bën, edhe kur han ushqim, edhe kur fillon punë, edhe në xhami, të dalë thuj Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Gjithashtu ka bë përshtypje shumë gjendja e Abu Bekrit Sidikut radhiyallahu anhu. Ka qenë Abu Bekri Sidiku edhe Rabia. Rabia njës prej sahabët pejgamberit shumë i dashur, një sahabi shumë i madh, një njeri shumë i mençur. Dhe Resulullah ja kishte dhënë disa ekterë ose disa tokë, disa ari tokë, 2 pjesë tokë. Edhe po i thotë Abu Bekrit edhe Rabias, dane për gjysë ty. Gjysën e merr Abu Bekri, gjysën e merr ti, për me punu, për me lavru, për me ushqy familjen me te. Dhe kur e marrin me nda Abu Bekri dhe Rabia, ishte aty një palm, një trup hurme, të cilin Abu Bekri po thotë, o Rabia, kjo m'bjen mu, se kur për dajmë po m'bjen mu. Rabia thotë, o Abu Bekr, pasha Zoti mu po m'bjen ma mirë, unë për marë. Edhe kam pas një fjallosje të shkurt për në qatë trupin e pemës, për qatë hurme. Edhe Abu Bekri pak është mërzit, edhe ka ngrit fjallë, e ka ngrit pak zanin, edhe ja ka thonë një 2-3 fjallë trana. Nuk e ka sha, po disa fjallë pak ma të egra e ka thonë. Edhe ka po Abu Bekri që ka gabu, njeri madh, e din kur gabon, e din kur Zotit i kërko falje, e din kur diku i thot bëma halal se do shajum gut, e kum fone e lapsus, e kum ba diçka, e kum lendu, e kum thumbu, e kum ba diçka. Ai që është kryeneq, që shejtani e dirigjon, kur veten gabim nuk e qën. Gjithmonë thotë nuk pas të drejtë. Qohet Abu Bekri në kamë dhe po i thot o Rabia, po të lutna në Allahun Dhul Gjelal, që të fjalë që ti thashtu, thumi edhe ti mu, se po du mu barazu. Kjo po mbrenë të ashtë e mu shumë se ku më thonë në afekt. Të rënova me 2-3 fjallë. Po i thotë Rabia, o Abu Bekr, pa din për kush jetë, o Abu Bekr, e qysh mos me t'i bajtë në ty këto fjallë, pa e di që je zbardhë në fe, shoki ma ingusht e Resulullahit, ti që i krejt fejnë e ke përhap, nuk ka njëri ma të mirë në Medina, asë në si përfaqe toke se sa ti, e unë me t'i thanë ato fjallë ty, e pe ka për qafe dhe të kurë. Edhe Abu Bekri po njëhet keq, drejt e pejgamberi po shkon. Dhe Rabia mas ti, disa njerëz e kishin dëgju, që shke marakna dhe fjalët mi përhape, mi shtue, mi ndreqe, mi lyje, mi bo. Disa njerëz e kanë dëgju, për thënë, Abu Bekri e ka fy Rabian. Abu Bekri ka fol fjalë trana për Rabian. Rabia për thëtë, subhanallah, me ba vakia, Abu Bekri mi a thonë këto fjalë pejgamberit, e mu i dhnu pejgamberi për shkak meje, mu i dhnu, Zoti i dhnuhet mu, ku që aku me vepru. Edhe shkarën ky mas Abu Bekri të pejgamberit. Për thëtë pejgamberit a.s. Abu Bekri, ja Rasulallah, Rabian, ja këmë thonë disa fjalë trana, që mu nuk më takojnë, po dhe kë njeri si meritën. Po kam qeni nervozun dhe këtë fjallë e këmë qitë, njeri ka qenë, ka hangën e ka pios mu dhe ka vdik. Ja Rasulallah, lutë Rabian, letë ma bën halal, ose letë mi thënë këtë fjallë dhe mu. Pejgamberi për të Rabias, o Rabia, thuj, gafarallahu li wa li akhi, Allah im falët mu edhe vlanë të me Abu Bekrin, Allah im falët mu edhe Abu Bekrin. Po thëtë Rabia, për thëtë, ja Rasulallah, po nja kun falë edhe ma heret, po apet po thëmë, gafar Allahu li, wali e khi, Allah im falët mu, edhe vlanë të me Rabian, edhe vlanë të me Abu Bekrin, dhe ka shku e Abu Bekrin shpi. Po i thëtë pejgamberi a.s. këti njeriu të Rabias, duke e pa vendosmërinë e ti, duke e pa besimin e imanin e ti, i thëtë, o Rabia, lut ti çka dush, thu mu, unë pe luti Allahin, duat e mia nuk i kthe Zoti, lut ti çka dush. Me një rivajet ka arë, ka thonë, o pejgamberi Zotit, lutë Allahun, që ti me ndërmjetësu në gjenet me më qu. Gjehnemi mos me më kallë. Edhe kërkesa e dytë ka thonë, ja Rasulallah, a ka mundësi që me kanë shoqëru së në gjenet? Ka thonë pejgamberi, po,
Pse burrnia, imani, vendosmëria, kur njeriu është i qetë me Allahun dhul xhelal, kur njeriu bën ibadetet e adhurimet e bën këto gjëra të mira, edhe te Zoti ka derën hall. Edhe Zoti dhul xhelal e don, edhe melaçet e dojnë, edhe banorët e tokës atë njeriu e dojnë. Atëherë që jemi për atyre njerëzve që jemi me zemër gjanë, jemi me zemër plot, jemi iman, e fal tjetrin, edhe me të hin hak, i thua Allah më fal të mua dhe ty Allah. Zoti ta vash të marrën, Zoti ty drejto, Zoti ty, ja Rabbi, mos shtif me gabu ma, se dikush tjetër s'ta bën halal. A kemi këto gabime na? Po, apo bën dikush gabime ndaj neve? Po, edhe na me ta dhe ata me ne. Atëherë edhe si namazli, edhe si Ramazanli, edhe si ibadetxhi, duhet me pasi të kujdes, mas pari mos me hin hak dikuj. Por nëse i ke hin hak me kërku halal, por nëse si kërkon halal, atëherë duhet me pas kujdese para Zotit kur del është problem. Pa ta bë halal njeriu, Zoti nuk ta bën halal, nuk ta fal Zoti atë gjuna.